Në Fakultetin e Bujqësisë të Universitetit Fan Stilianoli në Korçë u zhvillua një leksion i hapur me temë përhapja e dëmtuesit çimka kutërbuese me njolla të verdha në Shqipëri, një kërcënim për prodhimin bujqësor. Ligjërues ishte biologu zviceran Tim Hej, i cili ndau me stafin akademik dhe studentët gjetjet e fundit të studimit të tij mbi këtë insekt që po përhapet me shpejtësi edhe në vendin tonë. Sot ishte një prezantim aktual i punës së tij 2 vjeçare, po themi me gjithë atë analizën ose mbledhjen e këtyre dëmtuesve dhe vërejtimin e tyre në terren që ka bërë në Durrës deri në momentin e disa të dhenave të para rezultative që ai ka marrë nga eksperimentet e kryera në laboratoret tona. Për mua, ky studim është shumë i rëndësishëm për të mos lejuar këtë dëmtues të përhapet, jo vetëm në Shqipëri, por në gjitha vendet e botës. Dhe rezultatet e para që unë kam pasur janë mbreslënse. Për faktin se kanë bërë disa gjetje, se në disa temperatura të caktuara, ky dëmtues mund trajtohet, pasi ka mortalitet të lartë. Jam shumë i lumtur që po punoj në Universitetin e Korçës, në laboratorin e Fakultetit të Bujqësisë, pasi këtu më janë vënë në dispozicion të gjitha pajisjet që unë kam patur nevojë. Ky leksion u mirëprit nga pedagogët dhe studentët, të cilët patën mundësi të diskutojnë nga afër me ekspertin mbi praktikat më efikase të mbrojtjes së bimëve dhe rëndësinë e bashkëpunimit shkencor në nivel ndërkombëtar për përballimin e dëmtuesve të rinj.